Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. I ftuar i parë është një reper, i cili kohëve të fundit e ka marrë me më shumë seriozitet muzikën. Ai do të flasë pak për ëndrat e tij, fillimet, sfidat e të tjerë me radhë. Ai është Bjero. Përshëndetje. Si e? Mirë se erdhët dhe faleminderit për mikpritjen. Kush është Bjero për ato që nuk e njohin? Bjero jashtë skenës është ideali i dashur, pozitiv, popullor që i afron gjithë dhe është i thjesht. Si një modest. Person, modest. Si lindi pasioni yt për muzikën? Pasioni për muzikën lindi qysh i vogël. Merresha, ngjosha, studiosha për herë, derisa erdhi një pikë që i thash vetes duhet të krijoj diçka që të vazhdoj edhe. Kur e ke shkruar këngën tënde të parë? Këngën time të parë e kam shkruar në momentin që e ndjeva që duhet bëj diçka në atë moment dhe e pa është arsyeshme që i thash vetes duhet të shkruaj një tekst që unë të dal dikush në jetë. Ku frymëzove ti nga teksti që shkruajte? Në jetën tënde private, në historitë tua, apo një artist ka të bot kuptimin e vet, ka botën e tij që vetëm prodhon, pa marrë shkas nga jeta e tij personale apo historitë e veta? Më shumë nga pjesë të historisë time, domethënë. Ka pas nuk është se jam bazuar diku tjetër, më shumë tek vetja. Kush ka qenë personi i parë që të ka mbështetur? Personi i parë që më ka mbështet është le të themi familja, që më ka dhënë një dorë, një shtesë të madhe. Që edhe ka besuar tek ti. Po, kush janë artistët që të kanë frymëzuar? Në atë kohë, për mua në atë kohë ka qenë Duda, të asaj kohë, Duda dhe Noizi, masi ngjosha tepër, domethënë. Po tani? Se kam në për momentin. Këtë dëgjon më shpesh? Më shpesh, vetën time. Nuk dëgjon asnjë këngëtar tjetër? Shumë rrallë. Ti i përket zhanrit rap. Ke provuar ndonjëherë të bësh këngë dashurie, balada? Se dhe këto çuna që bëjnë rap janë shumë të lezetshëm në këngë dashurie, apo jo? Normalisht, nuk diskutohet, por shumë kam fokusin tek rapi. Për momentin, por që edhe këngë dashurie, pse jo? Thoj që e kam fokusin tek rapi. Çfarë mesazhi përcjell në anë të teksteve që shkruan? Unë flas për veten time, si person, më thonë flas rreth jetës time, rreth historive të mia, bazohem tek vetja ime. Edhe se ka një. A mendon se janë interesante për publikun që ti të... Mendoj se pa. Çfarë i bën të veçantë tekstet e tua krahasuar me tekstet e reperëve të tjerë apo këngëtarëve? Tekstet e mia kanë emocion dhe originalitet. Kjo i bën, domethënë. Si do ta përshkruaje stilin tënd me 3 fjalë? Pak agresiv, melodik dhe autentik. Agresiv. Pse agresiv? Pak agresiv. Pse pak agresiv? Më shumë pjesën e rapit që. Sa agresiv je ti në jetën reale? Si jam as pak. Je i but? Po. I ëmbël? Jam njëri shumë i qetë, i but. Flas në jetë reale, se... E kuptoj. Kur e kuptove që muzika nuk ishte thjesht më një hobi, le të themi? E kuptova në momente që nuk rria dot pa krijuar muzikë, thash kjo nuk është një hobi, por është rruga ime. Ke pasur ndonjëherë bashkëpunime me artist? Jo. Me kë mendon të kesh një bashkëpunim? Ditët e sotme do thoja Fatin. Me Fati? Po. Kush është Fati? Është një reper, shkodran. Lidhjet e forta Shkodër-Bogota. Pikërisht. Pse mendon me Fatin? Mos ndoshta i përngjan më shumë stilit tënd? Po, futet pak. Ke tentuar ndonjëherë? Jo, unë s'kam tentuar, por që e përcjell si mesazh. Do me thënë, ke dëshirë të kesh një bashkëpunim me Fatin.
Dhe uroj ta kesh. Faleminderit. Atëherë ke pasur një bashkëpunim që e ke lënë kështu në gjys pa u realizuar. Nuk ke tentuar kur dhe nuk ke nisur kur që të kesh një bashkëpunim. Jo. Po me artista. Artista o artista? Artista. Artiste. Thoya Melindën? Çfarë të pëlqen te Melinda? Më shumë pëlqen flow si ka, si repere. Po Tajna. Tajna. Së shumë preferencët e mia, si. Kush mendon se është artisti më i nënvlerësuar në skenën shqiptare? Artisti më i nënvlerësuar, ka shumë artista që nuk domethënë që janë të nënvlerësuar në skenën shqiptare, ka shumë nuk të se do të mos ndoshta janë artista të rinj që kanë shumë talent dhe nuk vlerësohen aty ku duhet. Cila ka qenë sfida më e madhe gjatë gjithë kësaj karriere rrugtimi? Sfida më e madhe. Kanë qenë përballjet në jetën time. Unë për muzikën kam bërë gjithçka. Muzikën kam bërë shumë sakrificë, kam kaluar sfida pafund, llafe boshe nga njerëzit njerëz që nuk të kanë besuar, që të kanë paragjykuar. Ka qenë kjo gjithmonë, domethënë. Si i ke përballuar ti këto? Shumë thjesht, shumë easy. Se kam pas problem fare për këtë gjë. Domethënë ti ke. Nuk është se më kanë ndikuar. E kuptoj. Ke menduar ndonjëherë që të heqësh dorë nga muzika? Kur? Asnjëherë. Vetëm jep shtys që unë të vazhdoj dhe të arrij qëllimin që unë kam. Cili ka qenë momenti yt më i vështirë deri më tani që publiku nuk e di? Mbasi nuk e din edhe shoqëria jote, jo vetëm publiku. Momenti më i vështirë. Bullizimi mendoj. Nga kush? Nga rrethi im që kam pas, domethënë, i hershëm që më thoshin që jo po sjeti për këtë lloj sporti, nuk je për këtë lloj pune, që do muzikën s'ka të ardhura, kupton? Tilla gjëra, por që çfarë thua sot këtyre bollizuesve? I them shifemi koncert. Mendon se gjysmën e këtyre, mos themi të gjithë, do t'i kesh fans? Mendoj se po. Dhe e kam qef si gjë kur dikush nuk beson që nesër t'ja përplas të vërtetën në fytyrë. Ta surprizosh. Po. Për mirë. Që ky jam unë sot. Çfarë i mungon sot tregut shqiptar? Muzikor bëhet fjalë. Mendoj se i mungon originaliteti, nuk ka, unë duket shumë fake, falso për ata që ka flasin. Ose për ato çfarë dalin, publikohen. Ose publikohen. Me makinat e shtrenjta, me armët. Janë thjesht falso. Ti do të bëje, ke bërë videoklip me armë? Jo. Do të bëje? Të vërtetën. Varet nga rasti. Po apo jo? Po. Po do ta bëja një do. E kupton se nuk je pas diçka të mirë as gjë të mirë. Jo minoreni që të shikon me armë. Se tani për këtë mendoj dhe unë që s'është gjë e mirë. Por e kërkon shoqëria. Shoqëria, muzika e tillë. Tani unë dua të kaloj pak tek jeta personale. Aktualisht je në lidhje apo je beqar? Jam beqar, single. Single. Ku je më shumë i fokusuar ti momentalisht? Te muzika. Edhe sa mund të jetë ky fokusimi yt vetëm tek muzika? Se ka ndonjë limit. Ndonjë limit. Thjesht do jem gjithmonë aty. Po për zemra jote është e hapur për njohje. Po. Po. Kur të vi momenti. Si është ajo femër që të përmbush kriteret ty? Unë dua dikë me zemër të mirë që më kupton dhe më mbështet në çdo hap që unë. Po tani në fillim ti nuk do i shikosh zemrën e saj. Po e di ti çfarë zemër ka ajo? Çfarë do të tërheq në momentin që ti e shikon një vajzë për herë të parë? Aparenca po e le gjë si gjë të fundit, sepse po ti në momentin aparenca nuk është gjëja e fundit, aparenca është gjëja e parë. Për mua personalisht nuk është gjëja e parë, sepse unë shoh zemrën, shoh karakterin. Po në fillim ti nuk shef zemrën se s'ke, nuk i futesh dot në zemër asaj. Çfarë të tërheq më shumë?
Syt, buzët. Syt mendoj. Syt. Bjonda apo bruna? Bruna. Me Sepse flok bjondet- kafe? Apo flok zez? Mendoj se të ketë flokë të zeza. Edhe syt kafe. E do femrën repere? Apo nuk do fare që të merret me muzikë? Jo, s'dua fare. Mjaftoj unë, s'ka nevojë për dy veta. Ç'a do ty? Ç'a profesioni do që të ketë? Çfarë do lloj profesioni? Si për shembull, Se di, avokate, avokate, mjeke? mjeke. Po mendon se shkon një avokate me një reper që të nxjerr videoklipe me pistolet apo me gjëra të tjera ose një mjeke me një Po reper? kush është ai artist që ka marrë një grua repere për sot? Po këngëtare. Kush është ai, ma thuaj ti të paktën. Shumë se di. Letri Vula. Cilën ka? Kë ka mërë? Cecilën. S'mendoj që e ka. Kë kemi tjetër? Kemi sa të duash ne që janë S'ke. çifte. Nuk ka. Janë Rita me Fidanin, kush janë ata, ju lutem regjia më korrigjoni? Ata Dafina me Letrin kanë qenë bashk. Kanë qenë, po s'janë më. Po ti nuk mund t'i jesh me të një? Unë tani, pa ma saktësu se çfarë profesioni e do të dashur në ardhshme, nuk e përtik nga këtu. Do të them moment dytë. Unë e dua tani. Avokata po zgjedh më mirë. Avokate. Po, s'pas zgjas më si tem. Okej, su e zgjidhe nga halli më duket. A është të vështirë të mbash një lidhje kur je pjesë e botës së muzikës? Mendoj se jo. Pse? Çfarë problematika është mund sjellin? Po se ti po thuaj që momentalisht jam i fokusuar vetëm tek muzika. Jo, më fokusohem, po do kem kohë edhe për partnerin time. Çfarë ke të veçantë ti si partner? Veçantë. Po saktësoj thjeshtësinë, Kaq. kaq. Çfarë karakteri e do femrën e ardhshme ti? Çfarë karakteri? Karakter të fortë normal. Suksesi dhe ardhmja. Çfarë do të thotë suksesi për ty? Suksesi për mua dua ta quaj domethënë si një gjë që për njerëzit që unë domethënë për çdo produkt që unë nxjerr, jo vetëm ta ngjojnë, Po edhe të shërbej. po edhe të shërbej si gjë. Cili është qëllimi yt më i madh në muzikë? Të kem koncerte. Sa koncerte? Pa fund. Pa fund, mjafton sikur një qytet vogël pagon tjetë koncert. Pse është bërë kaq e vështirë që një artist i ri të ketë koncerte dhe të performoj? Sepse nuk u lejnë vend këto të vjetrit mbase? Ndoshta. Edhe kjo ka të bëj. Ka të bëj shumë. Por që publiku të mendoj diçka sepse artistat e vjetër deri një farë kohë janë. Kështu që do të kenë edhe hapësirë artistat e rinj për me pas koncerte. Mos ndoshta duhen këto artistat e vjetër që të i përkrahin pak më shumë artistat e Ka të rinj. bëjë edhe kjo, futet. I përkrahin artistat e vjetër këto të rinjt? Shumë pak. Kë mund të quaj ti më përkrasin? Kush ke pasur ndonjë artist të vjetër që të ka përkrahur? Unë s'kam pas për vete. Unë kam qenë gjithmonë i pavarur. Mbase nga që ka qenë zgjidhja jote ti është i pavarur? Jo, s'ka pas lidhje, thjesht nuk s'm ka dhënë kush. Ke tentuar të futesh nëpër grupe? Kam tentuar. Edhe? S'nuk. Të cilat grupa ke tentuar? Shumë të grupi Noizit. Te Otiari, por që nuk u realizua si gjë. Edhe e lash. Thash po vazhdoj vetëm më mirë. Çfarë projektesh po përgatit aktualisht? Aktualisht kam 2 projekte. Njëra quhet Hayat, njëra quhet Dance. Por po pres që të bëj videoklip edhe ta lançoj sa më shpejt. Okej. Atëherë çfarë mesazhi ke për të gjithë të rinjt që duan të ndjekin muzikën dhe kanë në ëndër?
Për gjithë talentat e ri i them që punojnë fort, punojnë sa më shumë dhe keep going. Vazhdojnë. Tani kemi rubrikën që do përgjigjesh për 3 sekonda, po menduar shumë, a? Jemi gati? Po. Reperi më i mirë shqiptar. Noisy. Reperi më i mirë në botë. Baby Gang. Studio apo koncert? Koncert. Beat apo tekst? Tekst. Freestyle apo këngë shkruar? Këngë shkruar normalisht. Spotify apo YouTube? YouTube. TikTok apo Instagram? TikTok. Natë apo ditë? Natë. Kafe apo pije energjike? Kafe. Fama apo para? Mund të them të dyja nga pak? Dashuria apo karrierë? Pyetje me spec. Kaluan 3 sekonda ama. Po të mbaj pak me hatër. Tu do sjell dashurinë. Do zgjedh dashurinë këtu. Dashurinë. Po. Një artist me të cilin do doje duet. Duet. E lëm për personi që fola pak më parë. Fati. Po. Çfarë do i thojë Fatit tani në këto momente? Super artist, çfarë më thon tjetër? Kaq. Super artist dhe do një bashkëpunim me Fatin. Kënga jote e preferuar e momentit? Kënga ime e preferuar? Hayat. Qyteti yt me një fjalë? Thjeshtësi. Një vesë që ke? Kam shumë vese. Po s'du mi përmend vese. Një që e ke më të përsëritur nga personat që... Skip. Një cilësi që ke? Një cilësi që kam ngulja. Një gjë që të nervozon? Mashtrimi. Një ëndër që nuk e ke realizuar ende? Një ëndër. Muzikën. Një fjalë që të përshkruan? Fjalë që të përshkruan. Tek fjali. Po. Tek fjalë. Tek fjalë. Ambicioz. Bjonda apo Bruna? Bruna. Klasi apo sportiva? Dhe se klasi. Serioza apo fani? Se të janë pak. Modele apo gazetare? Gazetare. Atëherë një mesazh për të gjithë mbështetësit e tu. Për gjithë mbështetësit e mi, mesazh. Faleminderit për mbështetjen kaq sa keni dhënë. Dhe çfarë presin nga ty? Shumë projekte. Shumë projekte të pafundme dhe ju falenderoj gjithë për gjitha që më kanë nejtë afër. Biron, falenderoj shumë, je një djalë fantastik. Edhe juve, falenderit. Edhe të uroj shumë sukses. Falenderit. Tani është momenti të flasim pak për energjitë. Si të çlirojmë energjitë negative kur e kuptojmë që ne kemi energji negative dhe për këtë do të kemi në lidhje direkte zotin Kenta. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën gjithashtu. Atëherë, para se të nisim se ku ta dallojmë se kemi energji negative, si ti heqim këto energji, unë dua të di saktësisht se çfarë është çlirimi i energjisë. Dëgjoj, të paktën unë jam mistik shaman, so me kuptimin dhe filozofinë që unë kam edhe nga përjetësia që unë kam përjetuar nëpërmjet ceremonive që unë bëj, energjia nuk çlirohet, po transformohet. Si transformohet? Dhe çfarë është transformimi i energjisë? Shërimi të paktën nga ana shpirtërore është kuptimi vetvetes. So kur jemi në praninë e shamanit ose të ndonjë mjeshtri që ka një farë kuptimi ndryshe nga bota e përgjithshme, atëherë ky informacion
i kalon edhe personit që është i interesuar. So, kur ndryshon perceptimi se ne kush jemi, atëherë dhe energjia transformohet. Për të gjithë ato që nuk e kuptojnë, çfarë është shahmani dhe çfarë roli ka? Po, faleminderit për pyetjen. Fjala shaman është shumë e vjetër, edhe zakonisht shaman gjithë botën, po dhe kjo që unë praktikoj që është ayahuasca, udhëheqin të interesuarit ato që vinë në ceremoni, në një ceremoni ashtropore. Si e kupton ti nëse dikush ka energji të bllokuar ose energji negative? Zakonisht nuk mund të them që janë në energji të bllokuar ose negative, por është prezenca ato kanë në mënyrën se si shprehen, nga ana emocionale, ajo gjendja e përditshme vjen nga ky perceptim që jemi një njeri ose njerëz. Edhe gjithë këto, si thush, pritshmërit, sukseset që na vjen nga sistemi, çka kemi mësuar gjatë gjithë jetës nga prindit, nga sistemi i edukimit, na vjen nga pritshmëri njerëzore, që nuk është gabim, po jo se duhet jetu me këto pritshmërit edhe si njeri gjithë jetën tonë. Prandaj dhe vjen dhe kjo, si thush, energjia e bllokuar që ju thoni ose energjia negative. Është mënyrën se si ne perceptojmë jetën. Atëherë unë në studio kam dhe Elena Dymollari, nuk e di sa mund ta njihni, por ajo është astrologe, por që ka njohuri të mira dhe për energjitë negative dhe pastrimin e energjive, por nuk e di nëse sa dakord është Elena me mendimin tuaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë parë doja të thoja, me që ju më rinujnë me energjitë. Unë sa energji negative kam. E kuptoni ju sa një person që mund të ketë një energji negative o pozitive? Dëgjoj, e para është vetëm një energji, nuk janë shumë energji. Edhe mënyrën se si ne perceptojmë jetën, ashtu shprehim dhe atë energji. Po ku kupton njëri që ka një energji negative? E para është ai njeriu kërkon një tjetër perceptim për sa i përket kuptimit të jetës ose një problemi që do të zgjidhi. Unë si shaman shumë veta vinë ke mu për këtë. Edhe afrimiteti. Si funksionon pastrimi i energjisë negative? Si funksionon pastrimi i energjive negative? Dhe personat zakonisht të vinë kur janë të bllokuar në punë, në dashuri, në marrëdhëniet e tyre, në bizneset e tyre, apo kërkojnë thjesht një pastrim energjetik të trupit tyre për të çliruar ato bllokimit ose energjitë negative që kanë. Ka mystic shaman. Afrimiteti im për sa i përket energjisë dhe ndihmës që njerëzit duan është i përgjithshëm, gjithëpërfshirës. Kurse janë disa praktika tjera që i thojnë, no, jam i bllokuar për dashuri, për lek, për sukses në punë. Në mënyrën se si unë e kam këtë afrimitet, është që i jap mundësi njerëzit nëpërmjet diskutimeve ose dhe ceremonisë që ata vinë bëjnë, të kenë një kuptim më të thellë për veten, duke i fuqizuar njerëzit edhe duke i hequr nga kjo perde që ne themi që jemi njerëz, se nuk jemi. Eksperienca është njerëzore, po ne nuk jemi njerëz, shpirti nuk është njeri. Më fal se po të ndërpres. Mund na i shpjegosh me terma pak më popullor që ta kuptojnë të gjithë, ato që nuk kanë shumë informacion? Për kë?
Për energjitë negative Për në gjuhë energjitë, popullore, pastrimin. për pastrimin, çfarë metodash përdor? Çfarë metoda, çfarë lutjesh përdor për të pastruar një Dhe a ka një njeri? mjete që përdoren për pastrimin e energjisë? Çfarë përdoret konkretisht? Po, ato që unë përdor këtu janë një dru që vjen nga xhungla që quhet Palo Santo. Disa janë disa vajra. Vajra esenciale për të pastruar energjitë negative, se Paulo Santo është për të larguar energjitë negative. Dëgjoj, nëse si thosh afrimiteti dhe perceptimi edhe është për të larguar energjitë dhe edhe është varet nga fokusi dhe mënyrën se si do t'i përdorësh ti këto, se çdo gjë, vaj ose druri ose sherebeli i bardh. Po, sherebeli i bardh. Po i thon dhe guri i bardh, popullori i thon dhe guri i bardh. Se kam dëgjuar herë, po ja, nuk e vend dyshim. Po që puna është se si thosh shamani ose shërusi i jep drejtim për të përdorur këto lloj esenca ose tymra. A janë të rrezikshme këto tymrat nëse i përdorim vet? Jo, nuk janë. Po japin efektin nëse ne i përdorim vet këto lloj mjetesh? Atëherë nëse janë të rrezikshëm, ne nuk na duhet një profesionist që t'i përdorim për të larguar energjitë negativa. Po, kjo shoqërohet edhe me lutje, me këndim, me lutje ose me një bashkëbisedim. Personi duhet përgatitet që t'jetë në një dorëzim të plot kur vjen për shërimin e shpirtit ose për pastrimin e energjisë. Çfarë lutjesh përdorni zakonisht kur bëni një pastrim energjetik? Ajo varet nga personi. Edhe këto lutjet që unë përdor, unë kam s'mo them që është gjuha ime, por është një gjuhë që nuk është nga kjo botë. Në latinisht? Jo, nuk është nga kjo botë. A janë të gjithë të hapur për t'i bërë këto lloj lutjesh, edhe për të ardhur, për t'u hapur në bashkëbisedim? A dorëzohen plotësisht të gjithë njerëzit kur vendosin që të bëjnë këtë lloj procesi për x arsye? Kjo është pyetje shumë me vend. Shumë njerëz duan që të shërohen, duan që ndryshojnë frekuencinë e energjisë, por nuk hapen, nuk dorëzohen. Është e vështirë se sidomos kur jemi rrit në këtë ambient mosbesimi edhe dyshimi. Pavarësisht se si thosh kam përdor mjete ose ilaçe të rrymës kryesore, edhe shohin si një gjë që se kam provuar dhe mbase diçka do ndryshoj. Edhe unë them që ndryshon, po kur vin atje ai dyshimi është i fortë për ta dorëzuar veten 100%. Sa kushton një seancë për të larguar një energji negative? Këtu ku jam unë është $60 ora. $60 ora. Një person mund ta bëjë dhe online, anë të WhatsApp-it, apo duhet jetë fizikisht? Jo, unë nuk besoj që të bëhet online. Të paktën praktikën që unë bëj, vajra duhet aplikohen në trup, ose nëse diçka do digjet duhet të merret me hund ose me gojë, me fjalë që ta përjetosh në mënyrë të drejtë për drejtë. Atëherë unë kam dëgjuar dhe një lajm, keni bërë një prononcim, një intervistë ku keni thënë që është €2.000. Çfarë lloj seancë është kjo €2.000? Ajo është diku aty, por nuk është, është më pak, po ajo është ayahuasca ceremonia. Që do të thotë? Mase ju nuk jeni ose duket sikur nuk jeni ndjeni, po është një ceremoni shumë e vjetër, aq e vjetër sa është njerëzimi. Edhe pihet një lloj çaji që për disa orë të bën që të distancohet shpirti nga trupi.
edhe ke këtë eksperiencën hyjnore për sa i përket ndjesisë në kush jemi në të vërtetë, që jemi trupi. A përmban substanca ky çaj si DMT? Po, përmban DMT. Personi mund të jetë një gjendje gjumi kur pi këtë çajin apo mund të ketë halucinacione? Po, kjo eksperiencë nuk është me halucinacione, është eksperiencë vizionare, me vizione. Halucinacionet janë mase droga ose Po përderisa ka substanca, do të thotë që ka edhe përqindje të drograve të ndryshme. Gjithmonë bimore, ë? Dëgjoj, duket që nuk keni ide për këtë, megjithëse pyetja, pa, nuk keni informacion fare. DMT-ja, nëse do ta qush substancë, është njësoj sikur mund të thosh edhe thosh diçka për shembull kolesterol gjak dhe ajo substancë është. Se DMT-ja është një, mund të themi edhe përbërje kimike, po që e kemi në trupin tonë. Ju tashti keni DMT në trup. Nga momenti që jemi këtu me fjalë derisa mos kemi keq kuptimi, unë të bëj pyetje se nuk kam informacion rreth kësaj teme dhe dua të sqaroj dhe publikun që do na ndjeki. Dëgjoj, ajo afrimiteti që unë kam me njerëzit që jap intervista ose edhe kur flasim, kur bashkëbisedojmë, nuk ka asnjë pyetje të keqe, ka përgjigje të keqe. E kuptoj. Ne jemi të hapur çfarë lloj përgjigje na japësh. Ne respektojmë, përderisa të kemi ftuar, respektojmë çfarë lloj përgjigje që ti na jep. Edhe unë gjithashtu. Po, doja të pyje dhe një pyetje, doja të pyje për një person që bën një pastrim energjetik, mund të marrë dhe një mbrojtje nga ty diçka për të mbrojtur nga këto energjitë negative? I këshillon diçka për të mbajtur me vete? Jo, unë nuk jam ati besimi, unë them që zgjimi i brendshëm e të kuptojmë se kush jemi me të vërtet, ajo e bën mbrojtjen më të fortë. Ajo që ne na bën vulnerable është ignoranca edhe percepcioni që kemi se kush në të vërtet jemi. Atëherë unë doja të di një pyetje të fundit për të gjithë ato që kanë energji negative. Sa seanca duhen që ato t'i heqin këto energji? Nuk ka numër të përcaktuar, varet nga mënyra se sa e hapur është personi që vjen. Aftësia për të sinkronizuar me energjinë e shamanit edhe të përjetojë këtë zgjim që i vjen si informacion që është për te këtij trupi që ne quajmë njeri. Ky zgjim ja zgjat gjatë gjithë jetës apo duhet ta rifreskosh? Zgjimi është si puna e qelsit. Po ngritet qelsi do 20 drita. Kurse ajo ndërgjegja është ajo që nuk mbaron asnjëherë. Vetdia, përjetimi i gjithësisë është pambarim. Pra ju e kuptoni nëse një person ka energji negative apo jo? Po patjetër. Si të duke, mund kam energji negative? Jo, nuk ke energji negative, por kjo, si thush, themeli që ti ke për veten mbas pyetjeve që më bën, është një themel me perde, përsa i përket madhështisë që ke, edhe aftësive që ke, sot duke qenë e kufizuar, je pre që të, si thush, pranosh një energji negative. Do me thënë nuk kam energji negative. Jo, për momentin nuk shoh në energji negative. Nëse unë do vija të bëja një bashkëbisedim me ty dhe t'u hapja tek ti, cilat janë pikat kryesore? Do t'rregoj për të shkuar se çfarë më ka ndodhur tani afër.
A funksionon njësoj si me psikologun? Shamani mbase, si thosh, edhe psikologu mundohet që të të bëj mirë, edhe shamani mundohet të bëj mirë, sa ato ty janë, si thosh, pika që janë më të afërta. Po me shamanin ke tjetër për tjetër interpretim të kësaj ekzistence që ne e quajmë një ekzistencë njerëzore. Ku është diferenca mes shamanit dhe psikologut? Psikologu e ka mësu nga sistemi, i afrohet ose përdor shkencën, që nuk jam kundra, kurse shamani, afrimiteti dhe shpjegimi që ka, vjen përtej kësaj formës që ne e quajmë njeri. Unë të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Dhe faleminderit për informacionet dhe këshillat e vlefshme që na dha. Faleminderit që më kishit ftuar sot. Mirupafshim. Elena. Shumë mirë. Ke ndonjë kundërshtim, ndonjë gjë se edhe ti merresh me energjitë negative? Atëherë, një person që ka një energji negative duket nga syt. Mund të ketë zmadhim të bebes, mund të ketë digë të syve, i digën syt dhe mund të ketë radhë të zinj. Unë po i syze që dukem. Një person që ka një energji negative, i skuqen syt, mund të ketë marrje mendësh dhe mund të ketë dhe radhë të zi poshtë syve, ose pjesa e syve i bëjt radhë të zin. Dhe në momentin që një person shikon, që thotë që shikon se unë kam një energji negative, mund të ketë marrje mendësh dhe është një akumulimi i energjisë negative që çdo person mund ta marrë nga personat e tretë, ose nëse jenë në një ambient pune me kolektiv shumë, disa persona mund t'i kesh pozitiv, disa persona i ke Moj Elena, tani më trego. Si tu duk? Po, më thuaj. Zotria, me idet, me mendimet që kishte, sa tani më duket sikur e mori dhe për keq, se po impresion, po s'kam informacion. Normale se nuk kur s'kem informacion, nuk kap se të na keq kuptoj zotria, po doja të thoja që pjesa shamanëve, se ne kemi dëgjuar për shamanët, se Qa besimi i përkasin shamanët? Shamanët janë indianët e vjetër, dhe indianët e vjetër kanë qenë të parët që kanë zgjedhur astrologjin dhe komunikimin me shpirtrat e të vdekurve më përpara. Më kupton? Kanë zgjedhur më përpara dhe shamanët më përpara nuk kanë pasur mjekje, nuk kanë pasur ilaçe mjekësie, por kur kanë qenë që bëshin një plagë dhe përdonin lloj barash, përdonin bara për të shëruar dhe përdonin dhe tymra. Do të thonë, ka qenë një lloj bari, nuk ja di emrin, po ka qenë shumë i fuqishëm dhe për energjitë që e bënin si për trupit të njeriut. Shtrishë njeriu si për një krevati dhe shamanët çfarë bënin? Mirnin një tas, mirnin barin, ka qenë një lloj bari shumë i fuqishëm dhe personin e bënin dhe lutje të forta si shamanët. Qa lutje është bëjnë shamanët? Ku bazohen lutjet e shamanët? Te shamanët e indianët gjithmonë në për librat e shenjtë, do me thënë, janë posaçërisht, një shaman ka lutjet e veta. O Elena, qa besimi i përkasin këta? Indianët nuk të them që t'jenë as tani, të flasim të besimet, këta besojnë vetëm tempujt. Te tempujt, bravo, po te tempujt, nuk besojnë as te katolikët, as te ortodoksët, as te muslimanët, po besojnë vetëm te tempujt. Dhe po të vesh re, një shaman që është shaman, po do shkon në tempuj, do shkon në tempull, do e thoj, do bëj diçka në tempull, ose personi që është i smur, do ta çojë në tempull. Dhe janë shumë të pak persona, sidomos në Shqipëri, dhe jashtë shtetit që ndërton tempuj. Tani, nuk ma the akoma. Po më thuaj. Tani unë dua t'jesh transparent, o Elena. Po bravo, po më thuaj. Ku bien dakord me mendimet e shamanit, zotërisë që kishim këtu, dhe ku nuk bie dakord? Shiko, kur nuk bie dakord një person të shamanët, se zotëria, nuk kemi kundra për zotëri, se mund t'jetë marrë me energji, po ka një energji shamane, do me thënë mund t'ket një energji indiane,
që unë s'përfshim fare te India. Pse janë kështu energji shqiptare, energji indiane, Jo, nuk ka lidhje energji fare angleze? energji shqiptare. Shiko tani, për të flasim për energjit, tamam që të merresh me energji, ke Japoninë dhe Kinën, që Japonia është edhe sot që merret me energji, që janë më të fuqishëm që merren me energji. Pastaj për pjesën e energjisë, Klea, unë kam bërë një seminar për energjinë, e kam bërë me mishtre japoneze, këtu e 2-3 vjet më përpara. Yoga kam bëjnë bërë këto për japonezët. energji. Të japonezët bëjnë yoga? Jo, Çfarë yoga bën? mediton, të relakson, të largon ato energjit negative. Pastaj pjesën tjetër janë seminare që janë bërë 3000 seminare janë bërë me Sonila Qesarakun, ka qenë seminar për energjit, është bërë Teta Heling, e teta bazuar në ADN ose DNA, siç e thonë një gjë tjetër. Pastaj është bërë dhe një tjetër, është bërë është bërë online. Përsi janë bërë për të larguar këto energjit negative. Por Tani- një person që është vërtet nga energjia e kupton veten se mund të ketë dhimbje koke, mund të ketë marrje mendësh, Edhe mund të ketë- skuqje edhe sysh, skuqje nxirje. syje dhe po pjesërisht i skuqen syt dhe kanë nxirje. Kemi fol me këto energji negative na janë Shumë bërë mirë kemi bërë, shumë mirë kemi Jo, bërë. nuk dua më energji negative, nuk dua më Ne jemi asgjë. pozitive Ne të jemi dyja, pozitive, ne jemi në vibe sidomos, këtu tani. Po, në vibe dhe në media 6 jemi gjithmonë pozitiv dhe Pozitiva. pozitiv do jemi gjithmonë. Atëherë do ta bëjmë tani, erdhi momenti të shikojmë parashikimin javor. Parashikimin javor për të gjitha shenjat të horoskopit, si Edhe kush do jenë- jetë shenja më me shenja fat, më me ku fat, do kush jetë do më jetë me për fat. këtë javë. Edhe Unë i kam do na marrë- bësh atë më dominantja. Po më dominante, Osa kush do ka ecë dominojë? ajo dominantja, kush është më dominant në shtrat, cila shenjë. Kush është më i fuqishëm në shtrat, Shtrat, po aty, po, do e themi në fund fare. Në fund fare. Kështu që të na shikojnë deri tani dhe në fund të Okej. gjithë të prit kush është më dominuesi. Do bëjmë parashikimi për shenjat e dashit, duke për të parë situatën, si do jetë energjia e shenjës së dashit. Nisi me dashin. Dashi do e ndirë vetëm pak, do ketë pak krisje në partneritet, për momentin mund të ketë gjërat pezët, po do zgjidhen gjërat me kreativitet, gjatë javës mund të ketë pengesa, po do e plotësojnë dëshira, do jenë nga ana financiare do jenë të lëkundur, po do stabilizojnë gjërat, mos marrin duhet japin drejtim vetes të tyre, duhet të kenë kujdes nga persona të tretë se gjatë javës dikush mund t'i prishi dhe planet, do kenë një komunikim të vazhdueshëm me universin dhe në fund fare do kenë një balancim. Do gjenë shërim shpirtëror, shenja dashit. Demi, për demin, dikush duhet të ketë kujdes shenjë demi, se dikush ka hyrë në mendimet e tyre, ka lexuar mendimet e tyre dhe mund të jetë një person që është të përbetuar për ta marrë ndaj kësaj shenje, por do e ka për situatën në dorë. Do me thënë një dem, do reflektori dhe do e kapi gjërat në ajër. Duhet të ketë kujdes nga persona që kanë spionazhin, do jenë në pritje të shumë lajë, dikush do ja presi në mes, mund të jetë pak errësirë, mund të ketë pak pengesa, po përsëri do stabilizohen. Do zbuloj gënjeshtra, mashtrime, manipulime dhe çdo gjë do dali sheshit. E vërteta do dalin shesh. Dashuri pasionante, pak pengesa në partneritet, mund të ketë dhe një bashkëpunim binjak ose dem, ose një ortak, ose një biznes, po dihet diçka pozitive. Kërkon të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre, çështje ligjore, nëse një dem ka të bëjë me një dokument ose diçka tjetër, do stabilizojnë gjërat. Do ketë takime, telefonata, rikthime, udhëtime dhe çdo situatë ka dalë furishëm. Çdo situatë do ketë një ngritje ekonomike financiare. Nga ana shpirtërore do gjejë një qetësi shpirtërore, do jetë një familje kompletuar, një dëshira tyre do bëhet realitet dhe do ketë një lek të papritur, një mundësi për të ecur përpara dhe rrugët do i ketë të hapura një dem, pavarësisht që ka pasur situata të vështira, dema do ecin përpara. Binjakët do kenë përfitime, nëse kanë biznesin e tyre, do kenë përfitime në biznesin e tyre dhe që nga shumë bamirës, si përqen bëjnë bamirësi binjakët. Duhen të kenë kujdes nga persona që janë me dy fytyra, janë marrë një lutje, janë lutur Zotit për diçka, do firmosin kontrata, do jenë të vendosur, do bëjnë udhëtime të gjata, mund të jenë pak gjendje ankthi, po do ecin përpara. Fillime të reja, beson shumë te Zoti, në punën e tyre, në profesionin e tyre do korrin sukses, por duhet të kenë kujdes me shoqërit, misit falso. Rote fatit është në drejtimin e tyre dhe kundërshtarët, çka ka kundërshtar do largohen, do kenë nisma të reja, do ecin përpara dhe janë shumë me fat binjakët.
Po në dashuri. Në dashuri do jenë mirë, nuk do kenë më pengesa binjakët që kanë pasur goxha pengesa, por do kenë stabilitet. Gaforja. Gaforet duhet të kenë kujdes se do të tradhtohen, gaforet duhet të kenë kujdes se do të tradhtohen dhe nga personat që i kanë besuar më shumë dhe nga krau i djathtë i tyre duhet të kenë kujdes. Do e ndjen vetëm pak të bllokuar, bllokime mentale, po do të shlirohen, duhet të kenë kujdes tradhtit, do kenë konkurrencë, shere debate, konflikte, mos marrëveshje, duhet të kenë kujdes se mund të kenë edhe një humbje pune, do shpenzojnë lek, gjëra do i kenë të turbullira, do kenë përsëri turbullira, po në fund fare do dalin dhe yjet, do të shklirohen nga këto pengesat, do ecin përpara. Më përpara i kanë marrë vendime të nxituara, po do kenë nisma të reja dhe do fillojnë nga zero, se do kenë një energji pozitive dhe gaforet. Po duhen të jenë të kujdesshëm se do kenë tradhti gaforet. Në partneritet apo kudo? Kudo, në punë, fat, dashuri, në biznes, në karrierë, në profesionin e tyre duhet të jenë të kujdesshëm. Jemi te Luani. Luani duhet të ketë kujdes nga personat materialist, do jenë pak të mërzitur, sidomos për këtë javë, nuk do jenë të sigurt, do jenë pak konfuz, mund të ketë ngritje ekonomike financiare, do vi dhe koha e tyre, do marrin lajme të mira, nëse kanë të bëjnë me projekte, dëshira e tyre do e bëhet realitet. Energjit ose shumë thashë theme do i kenë poshtë e përpjet bota ecin përpara, janë një persona që punojnë po do ecin përpara, nëse një luan ka dëshirë për të bërë një projekt, duhet të ketë kujdes në projektet e tyre ose në punën e tyre, profesionin e tyre, se mund të bjerë edhe një manipulim, dikush do ta manipulojë. Ose mund të jetë diçka që i premton për një blerje shtëpie dhe në fund fare do dali që e ka manipuluar ose mashtruar. Duhet të jetë kujdesshëm luani sidomos këtë javë. Virgjëresha. Do dëgjoj për një shtatzani ose është në një pritje të një fëmije virgjëresha, të një bebi. Dikush do i kërkoj të falur, nëse ka vrarë shpirtërisht do i të kërkoj të falur, do bëj udhëtime të gjata, ka qarë ka lotuar, diku janë prishur planet, po përsëri do ngrihet, dikush është larguar e ka lënë të mërzitur, do gjykohet për marrëdhënie që ka dhe ka një pozicion të mirë, kërkon të drejtën, do dalë e fituar në gjitha drejtimet, punë, fate, dashurie, profesion, shumë e prerë në çdo vendim që do marri, ngritje ekonomike financiare, do ketë ndryshime, do i ndryshojnë gjërat si në punësinë e dashurisë në familje, do ketë një transformim. Do jetë një fundi një epoke të vjetër dhe do rilindi një epokë e re, por një virgjëresh është në transformim. Po gjithmonë për mirë dhe në dashuri do jetë mirë. Jemi te Peshorja. Peshorja ka kaluar shumë situata të vështira, shumë pengesa në jetën e tyre dhe për momentin është në një situatë të vështirë ose një moment të vështirë, po do dalin nga situata. Ka të bëjë me personat që janë xheloz, janë super të mbingarkuar, kanë një mbingarkesë, po mos marrin opinione të tjerëve, kanë një karakter të fortë, një intuit të fortë. Duhet t'japin koraj vetës, duhet t'japin forcë vetës, me një vendimari do marri një vendim. Çështje institucionale, nëse ka të bëjë me këshillet nga persona të mëshuar, do ketë stabilitet, me një vendimari do marri një vendim. Fejesa martesa tavolin ditëlindje do gëzohet, nëse është në pritje disa lajmeve, do marri lajme të mira, do ketë një ngritje ekonomike financiare dhe do vi një kohë që virgjëresha mund të ketë biznesin e vet. Por dhe Peshorja, plas syri keq. Peshorja. Jemi te Akrepi. E dëgjuat ju peshorët, fejesa martesa, kështu që bëuni gati. Një fat i mirë po ju vjen. Ose i keq, po gjithsesi fejesa martesa është e sigurt që do keni. Akrepi duhet të ketë kujdes se ka pasur një lidhje ndao bashko dhe shumë zemërthyer. Akrepi shumë mistik. Këtë javë, mban sekrete, mistere, duhet të ketë kujdes nga personat negativ ose personat mistik. Mërkuri mund t'jap pak rëndet psiqike, psikologjike, do e kapi situatën në dorë, do përballet me persona që do e kenë mundësinë për ta ndihmuar. Një lajm do e marri të mirë, një lajm do e marri të idhur, do marri lajme të mira nga ana financiare, do jetë
e kompletuar, nëse ka të bëjë çështje ligjore ose çështje institucionale, do stabilizohet gjërat. Ndashuri duhet të ketë kujdes, biznesin e tyre do ketë mirë. Por në fund fare do fitojë, do e ndi veten pa shat të vetes. Atëherë jemi tek Shigjetari. Atëherë shigjetari beson shumë te Zoti, për njerëzit mund të jetë negativ, por Zoti është i bekuar, do bëj një udhëtim të gjatë, fillime të reja, dritë jeshile. Universi do t'jap një dritë jeshile, do eci përpara, gjërat mund t'i ketë të ngrira, por do ketë fat, do jenë shumë me fat shigjetarët. Bëjmë shenjën e Briciapit. Briciapi ka ndirë vetëm pak të bllokuar bllokime mentale, por në fund fare do dali e fituar. Briciapët, shere, debate, konflikte, konkurrencë duhet të shmangin konkurrencën. Ne ka ndirë vetëm pak të bllokuar, si në punësi, në dashuri, si në profesionin e tyre, bllokime mentale, po duhet të çlirohen. Do ecin përpara, gjërat mund të kenë pasur turbullira, por do kenë qartësime, do ndërçojnë yjet përsëri. Duhet të ecin përpara. Janë në kërkim të diçkaje, duhet të presin dhe pak, do vi dhe koha e tyre, nuk janë sigurt, nuk janë stabil, do thonë ndoshta po, ndoshta jo. Shumë thashë dhe me kanë pasur në ajër, por një energji pozitive po i vjen. Fejesa martesa, plani me 3 dhe në hyrjet e shtëpisë do të diskutojnë, mund të jetë edhe një projekt, por dëshira e tyre do të bëhet realitet. Do kenë ngritje ekonomike, financiare, nëse kanë biznesin e tyre, do kenë ngritje në biznesin e tyre dhe në fund fare do dali dielli për Briciapin, do kenë një energji pozitive Briciapët. Pavarësisht që mund të kenë pasur situata të vështira, dielli do i përfshijë të gjitha, do i digë të gjitha të këqija dhe do ecim përpara. Jemi te dy shenjat e fundit, ujori dhe peshqit. Pa. Ujori këtë javë do ketë një mingarkesë, do jetë super i mingarkuar, por përsëri do e marri veten, do e kapi situatën në dorë. Me një vendimari do marri një vendim, do largohet nga personat materialist, do e kuptoj që shiko se unë kam pasur një shoqëri, po më ka gënjer, më ka mashtruar, më manipuluar nga personat negativ, do jetë pak konfuz, do eci përpara, pavarësisht situatave që mund të ketë kaluar, do stabilizojnë gjërat, do përballet me persone që janë xheloz. Në dashuri mund të kem pak krisin në partneritetin e tyre, por dhe në punë do jenë diçka mirë, do përballen dhe me persona që janë xheloz, në fund fare do plotësojnë dëshirat e tyre. Do të thonë, do ketë një stabilitet edhe shenja e ujorit. Tani, peshqit. Peshqit kanë derdhur lot, kanë lotuar një prishje planesh falimentim dhe janë shumë të vrarë shpirtërisht, mund të kenë derdhur lot gëzime ose i dërimi, mund të kenë kaluar do një smundje, do një vdekje, do një operacion, probleme shëndetësore, mund të janë vrarë dhe shpirtërisht në dashuri, të rënduar nga ana psiqike, psikologjike, por në fund fare do dalin të fituar, do marrin lajme të mira, fejesa martesa tavolin ditëlindje, do kenë një ngritje ekonomike, janë në pritje disa lajmeve, do kenë një stabilitet, do ecim përpara, duhet të ecim përpara, pavarësisht që situatave që kanë qenë, do ecim përpara. Por, pavarësisht të gjitha shenjat e horoskopit, mund të kenë një pengesë gjatë këtyre jave, por në fund fare do të shlirohen. të gjitha. Të gjitha, po. Kush është shenja më me fat? Shenja më me fat do jetë akrepi dhe binjakët për këtë javë. Ku do jenë më shumë me fat? Tani ti thua ku, në punë, dashuri apo në shtrat? Jo, ku do jenë më shumë me fat? Në Më me punë, fat në dashuri? marrëdhënien e tyre, mund të jenë edhe në punë, edhe në dashuri dhe në biznesin e tyre. Kush është shenja më dominuese? Dominuese ku? Çfarë vendi? Në shtrat, shtrat. e Lela, shtrat janë kurioz Demi dhe njerëzit. akrepi. Demi dhe akrepi. Demi dhe akrepi. Për këto javë do mbaj rekord Demi dhe akrepi. Po. Më me pak fat do jetë gaforja, duhet të jetë e kujdesshme. Gaforja dhe shikonja dhe peshqit që duhet të ketë kujdes edhe peshqit, për arsye se mund të ketë edhe një prishje planesh falimentim në punë të fare. Tani
Erdhi momenti shumë pritur me Elena Domallarin, ashtu siç e thash në episodin e radhës, dash për lajmërimin sot do të marrim në telefon të gjithë ato që na kanë kontaktuar, do t'rregojnë historinë e tyre dhe ne do ta shikojmë me letra tarot. Elena, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Atëre, nisim është një gocë. Po. Që nuk do ta themi se kush është? Jo, absolutisht do marrim. Do ruhet privatësia, e çto. Përshëndetje dashur. Përshëndetje Klea. Atëherë na keni kontaktuar për të treguar historinë dhe Elena ta shikoj atë. Po, patjetër. Atëherë mund të nisësh, Elena po të dëgjon. Okej. Unë dhe ajo njohëm përmes shoqërisë dhe pas pak kohë filluam një lidhje. Ishim bashkë rreth një vit dhe në fillim gjithçka dukej perfekte. Flisim çdo ditë, bënim plane për të ardhmen dhe unë i besoja plotësisht. Pas disa muajsh fillova të vija re se isha bërë ndryshe. Ndite shpesh pam treguar, nuk më kthente mesazhet. Si më parë dhe e mbante telefonin gjithmonë larg meje. Sa herë pyesja më thoshte se po e teproja dhe se isha xheloze pa arsye. Një mbrëmje një vajzë më shkroi dhe më dërgoi foto e biseda që tregonin se ai kishte kohë që fliste me të dhe madje ishin takuar disa herë. Në atë moment u ndjeva e tradhtuar dhe e zhgënjur. Kur përballa me të fillimisht e mohoj. Por kur pa prova të pranoj dhe kërkoj falje. Edhe pse e doja shumë, vendosa ta mbyllja lidhjen. Nuk doja të vazhdoja me dikë që kishte thyer besimin tim. Ndarja ishte e vështirë dhe për një kohë kishte të vështirë të pranoja, por me kalimin e kohës kuptova se ishte vendimi i duhur. Sot jam përqendruar tek vetja, jo provoj të mësoj se besimi dhe respekti janë baza e çdo marrëdhënie dhe se nuk duhet të pranosh kurrë tradhtim sa të shumë ta duash dikë. Po, Elena, mund t'i flasësh? Po, përshëndetje. Atëherë duhet të shikoj pak energjinë, po duhet më japësh shenjën e horoskopit për të parë energjinë tënde dhe Të lutem se nuk të dëgjoj mirë. Përshëndetje, duhet më japësh shenjën e horoskopit për të parë energjinë tënde dhe energjinë e personit në fjalë që keni qenë në lidhje. Patjetër, shenja ime është shigjetari dhe ai është akrepi. Okej, do bëjmë në fillim fare do bëjmë parashikimin tënd, shigjetarin për të parë energjinë tënde, pastaj për shenjën e akrepit. Patjetër. E dëgjon Elenën? Po. Okej, super. Atëre, ti si person ke qenë gjendje ankthi, gjendje stresi, energji negative, mendime të këqija, konflikte me veten tënde, po duhet të heqësh mendime të këqija. Ke pasur pengesa gjatë jetës tënde, por do i kalosh me sukses. Pak errësirë në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, mashtrime, fatin të prej me gëshër, të shkojnë gjëra diku dhe të priten mes. Do zbulosh gënjeshtra, mashtrimi, manipulimi, intriga dhe çdo gjë do dali sheshit. Shikon drejt horizontit të largët, nëse ke të bësh me çështje ligjore, studi ligjore, duhet të konsultohesh mirë me një avokat. Nëse ke do të plotësoj një dëshira tënde dhe dëshira tënde do të bëhet realitet. Për momentin mund t'i kesh pak gjërat e ngrira, po universi do t'japi diçka pozitive. Je rrethuar rreth botës tënde, por duhet të dalësh nga bota tënde. Në momentin që do dalësh nga bota tënde, do kesh sukses, do kesh triumf, por mos merr opinionit e të tjerëve. Je shumë zemërtyer në lidhje me dashurinë, ke pasur një dashuri me shi dhe me re të zeza. Shumë thashë themi ke pasur në ajër, diçka e re po të vjen. Agjenci udhëtimi do marrësh përgjigje për po, mund të jetë një takim i rastësishëm, do kesh edhe një ngritje ekonomike, por shikoj dhe është ajo që i thonë gjuhë popullore, ju ka kapur çik edhe syri keq. Bëjmë parashikimin për shenjën e shigjetarit. Okej. Ju në marrëdhënien tuaj keni pasur krisje. Po. Keni bërë shumë plane për fejesë, për martesë, për plane dhe për udhëtime jashtë shtetit. Po. Gjatë rrugës, shikoj që ke pasur bllokime, e ke ndër vetëm pak të bllokuar, si në punë, si në dashuri, si në fat, por duhet të çlirosh nga bllokimet që ke. Mos i bëj gjërat me sy mbyllur se nuk e kupton se çfarë po ndodh mbrapa vetes tënde. Ke armën e besimit, armën e zemrës do ndihmosh nga gjysma anë dhe gjërat do sheshohen. Po ti si person nuk je sigurt, nuk je stabil thua ndoshta po ndoshta jo. Ke qark e lotuar për një person që ke humbur, për 3 kërkesa të janë refuzuar dhe 2 përgjigje do parashtrohen. Ke një karakter të fortë, një intuit të fortë, duhet t'ja përshkruaj vetes, duhet t'ja përshkruaj vetes. Do vi një kohë që personi në fjalë do të kërkojë të falur. Përsëri do kesh një ribashkim. Për momentin mund t'i kesh gjërat pezull, po do zgjidhej gjërat me kreativitet. Do kesh një komunikim të vazhdueshëm në universin dhe gjërat e tua do balancohen. Por shikoj, një kohë të largët ti përsëri mund të kesh një ribashkim,
ose mund të kesh dhe një lidhje tjetër të re. Po unë po shikoj ribashkimin dhe do balancojnë gjërat e tua dhe në fund fare do e bashkojnë me një të falur. Ky pra ishte parashikimi për ty e dashur. Shpresoj që Elena do t'i ketë gjetë 2-3 gjëra. Dhe kur të duash sërish mund na rikontaktosh përsëri. Faleminderit shumë, mirupafshim. Tani kemi një djalë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit. Atëherë siç na keni kontaktuar, jemi këtu me Elenën për të parë fatin tënd me letrat tarot. Okej, shumë faleminderit. Cila shenjë horoskopi ti je? Dhe për çfarë don të shikosh? Shkoj fatin përpara për jetën se pesh si mos. Okej, ja të shikojmë. Virgjëresha Elena. Virgjëresha, të shikojmë me energjinë e djalit. Shere debate, konflikte, duhet të shmangësh debateve, konflikteve, mos marrëveshjeve, ke një konkurrencë në qoftë se ke të bësh me çështje pronash. Një kontrat pune, një firmë, një dokument që do firmosësh, me një vendimari do marrësh një vendim. Dashuri pasionante, pak pengesa dhe xhelozi. Një person i tretë ka ndorinë në marrëdhënien tuaj dhe në momenti që të ka lënë të mërzitur, të ka sharë, të ka tallur, të ka bullizuar dhe duhet të kesh kujdes me persona të tretë të maskuar që të japin re të zeza ose energji negative. Mërkuri të ka dhënë rëndes psiqike, psikologjike, por duhet të manifestosh do e kapësh situatën në dorë. Do kesh manifestime. Je një person që punon dhe ke përfitime të vogla në lek. Gjërat i ke pasur të turbullta nga yjet, po përsëri do kesh qartësime, do ndryçojnë yjet për ty. Je shumë luftarak për veten tënde. Do ecësh përpara, ke të bësh me persona që e kanë mundësinë për të ndihmuar. Një lajm do marrësh të mirë, një lajm do marrësh të idhur. Do gjykohesh për marrëdhënien që ke dhe ke një pozicion të mirë. Nëse ke do një seancë gjyqësore, diçka tjetër, do falësh. Do kesh një ribajtim, një djalë një vajzë bën një propozim, mund të kesh edhe një përpunë, një ortak për punë, diçka tjetër, do kesh ribajtim. Je i mërzitur për disa kërkesa, po dy përgjigje do parashtrojnë dhe ecësh përpara. Të pëlqen shkrimtaria, piktura, arti, profesioni, punës tënde dhe do kesh një bashkëpunim. Pavarësisht situatave që ke kaluar një situatë të vështirë, është një ndryshim, do të thonë do vdesi një epokë e re dhe do vdesi një epokë e vjetër, do rilindi një epokë e re. Do kesh situatat, pengesat, perifetira, më fal se edhe syri keq ngatrohemi dhe gjatë emisionet në me Klen, situatat e vështira dhe për ty do jetë fundi një cikli të vjetër, do vdesi një cikël i vjetër dhe do rilindi një cikël i ri. Do të thonë ti çdo gjë do i fillosh nga zero dhe do kesh një energji pozitive. Është një transformim i jetës tënde dhe do kesh goxha ndryshime në jetën tënde. Do ndryshojnë gjërat si në punë, si në dashuri, si në familje. Po për ty personalisht do jetë një ndryshim radikal i jetës tënde. Atëherë nëse keni ndonjë pyetje tjetër? Kaq mjafton. Faleminderit. Falenderoj. Isha saktë, mirupafshim. Faleminderit. Ndërkohë, ne përveç telefonatave që e kanë shumë problem të marrin telefon, se mendojnë se e njihen nga zëri apo ku diun çfarë, kemi marrë dhe mesazhe. Po. Që do t'i lexojmë dhe mesazhet? Okej, nëse ke mesazhe për shenjën e na duhet vetëm shenja e horoskopit për të bërë parashikimin e tyre. Përshëndetje. Ju kam shkruar sepse kam një pyetje që më mundon prej kohësh. Kam një person që ka pasur shumë rëndësi për mua dhe edhe pse koha ka kaluar, vazhdoj ta kem në mendje. Do të doja të dija nëse rrugët tona do të kryqëzohen përsëri, nëse shihem një mundësi për rikthim apo një bisedë mes nesh. Gjithashtu dua të di nëse ai ka ende ndjenja ose mendon për mua. Nëse nuk shihni një rikthim me këtë person, atëherë shihni që në jetën time sentimentale po vjen një njohje e re dhe një lidhje e qëndrueshme që mund të më bëjë të lumtur. Thot, unë jam vajzë dhe shenja ime është luani, ndërsa ish partnerit është akrepi. Okej, do shohim shenjën e luanit, energjinë e luanit, pastaj do shohim shenjën e akrepit. Okej. Nuk e di sa lidhje ka pasur vajza, mund të ketë pasur një lidhje 1 vjeçare ose 2 vjeçare ose 6 muaj, 1 vit, por vajza në të kaluarën e saj mund të ketë kaluar trauma, aksidente, operacione kirurgjikale, aborte spontane dhe shumë e brash shpirtërisht. Dhe çdo njeri që ka besuar mund të ketë futur thika me shpinë ose mund të ketë ndruar jetën ndaj personi familjes.
gjërat i ka pasur të turbullta, po do kesh qartësime nga yjet, do ndryçojnë yjet për ato. Dikush është larguar, e ka lënë të mërzitur, pavarësisht që mund të ketë pasur dhe pengesa, por do stabilizojnë gjërat. Do ketë një krisje, ka pasur krisje në partneritetin e tyre, një kuror, shere, debate, kredi, dhe për këtë lidhje nuk kanë qenë, disa persona të tjerë nuk kanë qenë dakord. Duhet të ketë kujdes nga personat që nuk shikojnë drejtimet e tyre, shpifin mashtroi dhe pisërisht kanë spionazhin. Vajza ka qenë në pritje të shumë lajmeve, po dikush ja ka prerë mes. Mund të ketë qenë një femër ose një mashkull që i ka transmetuar një energji negative dhe e ka prerë gjërat në mes. Por do ketë një bashkëpunim, një stabilitet, të bëhet gati se do marrë lajme të bukura, do gjejë një qetësi paqësore, por që të them që do ketë rikthim me këtë nuk ka. S'ka rikthim. Jo, janë prishur planet, se kanë qenë gati në fejis dhe janë prishur planet në momentin e fundit me sa për shoh. Më vjen shumë keq për vajzën. Olina, jam shumë kurioze të di se si ndihesh ti dhe si e gjen mënyrën për t'ua thënë dhe a je gjithmonë reale dhe nëse është një Unë gjithmonë jam reale. E vërtet e hidhur për ta thënë. Mund të jetë edhe vërtet e hidhur, do me thënë jap një këshill që duhet të kesh kujdes, do me thënë se unë flas realitetin. Tani, ne kemi folur për letra tarot që flasin për të kaluarën, për të tanishmen dhe për të ardhmen që të japin këshilla, do ndodhi kjo. Do unë flas realitetin. Asnjëri nuk mbaj asnjëri me atër, asnjë person, asnjë klient, i them sa i saktë dhe më thon klientët, të lutem, të mirë dhe të keq që duhet amator, dhe i kam thonë, unë po të them realitetin, do ndodhi kjo, do i thonë, ajo mund të ketë kaluar, smundje, vdekje, operacioni, spitale, burgje, lirim nga burgu, persone që kanë pasur dhe burat në burg dhe janë liruar, bile më kanë marrë dhe shumë që kanë buri në burg kur do lirohet andi këte, dhe në momenti që mund të jetë liruar mbas 7 muajve, 8 muajve, por gjithmonë flas realitetin. Bravo. E ke të vështirë? E kam të vështirë, është e vërtetë si profesion, por duhet të flasë gjithmonë flasim realitetin, se kur ti je realiste me jetën tënde, normali që edhe një klientela e vjen thotë Elena të falenderoj. Atëherë, me që vajza ishte shenja Luani, do bëjmë për shenjën e Akrepit. Dikush është larguar me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, një prishje planesh që ka pret në bezë. Mund të ketë besuar shumë te Zoti, për njerëzit mund të jetë negativ, por për Zotin është të bekuar. Do marrë lajme të mira, do gjejë një qetësi paqësore, do bëjnë udhëtime të gjata, do vi një kohë që do i kërkoj të falur, po mos marrë opinion të tjerëve, do t'i japi drejtim vetes të tyre. Do stabilizojnë gjërat, mund të kenë rrugëzidhje dhe në fund fare do kenë një energji pozitive, por mund të jetë një komunikim, mund të jetë një ribashkim, mund të jetë një kafe, por që them bashkim 100% jo, që të kenë të ardhme bashkë jo, do jetë thjesht një falje. Okej, do jenë të paqshëm. Po do kenë komunikim, do jenë të paqshëm njëri me tjetrin, mos kenë urrëti ndaj njëri tjetrit. Tani, o Zot, pas kam një mesazh shumë të gjatë. Prit se më duhet të bllokoj. Është shumë i gjatë, por që do kemi durim ta lexojmë dhe ta kuptojmë. Normale do ta lexojmë. Atëherë. Elena, jemi gati? Gati jemi, gjithmonë gati. Unë jam peshore me ashendet Briciam, ndoshta ai është binjak me ashendet Luan. Nuk e di sa ndikojnë shenjat e horoskopit në një marrëdhënie, por kur e kujtoj sot, disa gjëra më bëjnë të mendoj. U njohu, mu afruam shumë shpejt dhe u dashuruam. Ishte një lidhje ku të dy flisnin vazhdimisht për të ardhmen. Nuk ishte thjesht një romancë kalimtare. Bënin plane për fejes, martesë, për një shtëpi tonën, madje flisnin dhe për mënyrën se si të ndërtonin jetën bashkë. Ishte ajo faza kur mendon se ke gjetur njeriu me të cilën do të ecësh gjatë. Por me kalimin e kohës fillova të vëreja një anë të tij që më lodhte emocionalisht. Ai ndryshonte mendim shumë shpesh. Një ditë ishte i sigurt për ne, ditën tjetër mjaftonte një bisedë me dikë dhe ndihej sikur gjithçka që kishim ndërtuar nuk ishte më me vlerë. Isha shumë i pavendosur, kontrollues në disa situata dhe ndikohej jashtëzakonisht nga mendimi i njerëzve përreth. Nuk e di nëse kjo lidhet me karakterin e tij apo me faktin që është binjak, por për mua ishte shumë e vështirë të ndërtoja siguri me dikë që ndryshonte kaq lehtë. Problemi më i madh nuk ishte mes nesh. Problemi filloi kur familja e tij vendosi të ndërhynte në lidhjen tonë. Ata nuk më njihnin realisht si person, nuk kishin kaluar kohë me mua dhe megjithatë vendosën se kjo marrëdhënie nuk duhet të vazhdonte. Sipas tij, familja i vendosi kushte shumë të forta. I thanë se nëse nuk ndahej nga unë, do ta nxirnin nga shtëpia. Nuk do të mbështesin më dhe do ta linin vetëm. Ai u gjend përballë një zgjidhje të vështirë dashurisë dhe familjas. Në fund zgjodhi familjen.
Dhe pikërisht këtu kam mbetur me pyetje që ende nuk i kam dhënë përgjigje. A ishte ai vërtet i detyruar nga personi që ju bë? A u friksua dhe nuk pati forcën të luftonte për ne? Apo kjo ishte thjesht një arsye e kthyer në dramë sepse në të vërtet nuk besonte që më don. Nuk besoja që më don, sepse kur dikush e do dikë lufton. Nëse jo gjithmonë fiton, por të paktën përpiqet, ndërsa unë ndjeva se ai hoqi dorë shumë shpejt. Dhe kjo më sjell pyetje që do t'ju bëja të gjithëve. A është e drejtë që familja të vendos fundin në një lidhje mes dy të rinjve, sidomos kur nuk e njeh personin që e gjykon? Apo në fund të fundit përgjegjësia është vetëm atij që zgjedh të dërgojë të tjerët dhe jo zemrën, të dëgjoj të tjerët. Dhe sot nuk e di cili është përgjigjja e saktë. E vetmja gjë di se është një histori që nisi me plane për martesë, përfundoi jo sepse përfundoi dashuria ime, por sepse dikush tjetër vendosi për jetën tonë. Edhe kjo është një histori që më ka rrënqetur. Është për të ardhur keq, është. Domethënë, thelbi i të gjithë për të gjithë ato që nuk e kanë kuptuar mbase, kanë qenë dy të rinj të dashuruar, kanë bërë plane, domethënë kanë pas gjën serioze, por problemi më i madh ka qenë se familja e djalit ka ndërhyr, ka gjykuar vajzën, nuk e ka pëlqyer dhe këto janë ndarë. Familja domethënë e ka vënë në zgjedhje Elena se këtë zgjedh dashurinë apo familjen. Ai ka zgjedh familjen, tani t'ja shikojmë. Në radhë të parë do t'ja shikojmë, por në radhë të parë nuk duhet të paragjykosh një person ku ti nuk e njeh, përderisa djalit tënd ka një marrëdhënie, një lidhje dashurie, nuk duhet të paragjykosh pa e patur, pa e njoftur, pa e diskutuar, pa folur personalisht. Duhet ta njohësh njerëzit, duhet ta shikosh nga afër, pastaj të paragjykosh. Nuk duhet të paragjykosh një femër që ti s'e ke parë asnjëherë në jetën tënde, apo jo? Po. Okej, çuni çfarë një horoskop ishte? Ja, çuni ishte Binjak. Binjak. Ndërsa kjo goca është peshore. Dikush ka hyrë në mendimet e tyre, ka lexuar mendimet e tyre dhe mund të jetë një person xheloz, akmar ose për të përbetuar, për të prishur këtë marrëdhënie dhe mund t'i transmetojë një energji negative. Shoh që kanë kaluar shumë pengesa, shumë peripecira në jetën e tyre dhe për momentin djali është në një situatë të vështirë që duhet të zgjedhë midis familjes ose dashurisë. Ka të bëjë me persona që është xheloz, për momentin e shoh që është gjendje ankthi, mund të jetë gjendje depresioni, ka ato izolime mentale, po duhet të eci përpara. Gjërat për momentin i kanë të ngrira, por do ecin, do të çaj takulli, do ecin përpara. Në punën e tij, në profesionin e tij do eci përpara, po duhet të ketë kujdes nga shoqëritë ose në rrethin shoqëror. Është i bllokuar, shikoj që ka pasur bllokime si në punë, si në dashuri, si në fat, një tragjedia, një burg. Është në një diçka sikur ka hyrë në një kështjell dhe nuk po del dot nga kështjella, gjërat i ka të turbullta, është në ca ujëra të turbullta, por do ketë qartësime. Mund të jetë pak errësirë në lidhje me punën, me fatin, gënjeshtra, mashtrime, manipulime dhe gjërat i shkojnë, është si një fati në prej, që të shkojnë gjërat diku dhe të priten në mes. Por do vi një kohë që djali do zbuloj gënjeshtra, mashtrimi, manipulimi, intriga, tradhti dhe çdo gjë do ja nxjerrë Zoti sheshit. Do ketë fillime të reja, nisma të reja do eci përpara dhe është shumë e pat, do ketë persona që mund të ketë armik dhe kundështare, do t'i largojnë, do ketë nisma të reja, do ecin përpara, por është edhe syri keq, edhe energjia negative, që kjo nuk ka përfunduar, se deri diku i kanë pasur marrëdhënie të mira, me sa po shikoj në letrat, por në fund fare kanë ndërhyrë dhe personat të tretë. Dhe çfarë ka bërë djali që është në një situatë të vështirë, që duhet të zgjedhë midis dashurisë dhe familjes së vet. Tani Peshorja. Vjen kish po s'do kenë të ardhur me bashk. Nuk do kenë të ardhur. Shiko, në marrëdhënien e tyre është diçka se kanë qenë deri diku kanë pasur një lidhje dashurie dhe ajo lidhje dashurie ka filluar në urrëtie. Atë dashuria kanë kthyer që të urrejnë njëri tjetrin. Humbje para, shumje pune, distancë, largësi, krizë në partneritet, kanë pasur krizë të distancuar të larguar, dikush e ka tradhtuar, Venusi mund t'i ketë bllokuar pak në dashuri, mund t'i ketë në stres e marzitje, bllokime, do bëjnë udhëtime të gjata, janë super të mingarkuar nga thashe themet, poshta përpjet, sa shikoj si kanë pasur dhe shumë thashe theme poshta përpjet,
por do gjykojnë për marrëdhënien që kanë dhe të dy kanë një pozicion të mirë, por duhet të kenë kujdes nga personat materialistë. Në një çift mund të ndërhyjë dhe një person i tretë dhe duhet të kenë kujdes nga personat që janë materialistë që mund të foten dhe kthetrat e djallit ose personat negativ që mund ta manipuloj, ta gënjë, ta mashtroj, ta manipuloj. Do vi një kohë që do i kërkojnë të falur njëri tjetrit, mund të bëjnë udhëtime të gjata, por mund të jenë shok ndaj njëri tjetrit që mund të pinë dhe një kafe, do kenë një komunikim të vazhdueshëm, do balancojnë gjërat, për momentin mund të kenë gjërat pezull, do me thënë, mund të zvarritën pak, por në fund fare do kenë rrugëzidhje, do me thënë, do bëhet diçka që nesër pas nesër inshallah fejohen bashkë. Do kanë ta njëri bashkim apo nuk do kenë? Mund ta kenë, po do jetë në çik me vështirësi, do kenë pengesa, por në fund fare mund të kenë dhe një fejesë bashkë. Dhe thënë djali do zgjedhë o familjen o dashurinë. Djali tashmë e ka zgjedhur familjen, Elena. Po e ka zgjedhur, por nesër pas nesër nuk i di, do ndroj mendjen në momentin në fundit mund zgjidhë dhe dashurinë. Se kush ka vendin e vet, familja ka vendin e vet, dashuria ka vendin e vet. Tani po e lem me kaq për sot? Po e lem me kaq për sot. Ka pafund mesazhe të tjera por që e lem për emisionin tjetër. E lem emisionin tjetër. Por njëkohësisht mund të shkruani, të telefononi prap në rrjetet tona sociale për çfarë do lloj historie që keni nevojë të dini, të dëgjoni, se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, energjinë tuaj. Po. Me mua dhe Elena Demollarin. Elena, të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ty, Klea. Je shumë e mirë. Edhe ti je shumë e mirë. Ja, pra kështu erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni të na ndiqni, mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.